Kanë nisur punimet për fazën e parë të rikualifikimit të rrugëve në lagjen 11 janarit të qytetit të Kuçovës. Investimi financuar nga të ardhurat e Bashkisë Kuçovës synon përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe lehtësimin e lëvizjes për banorët e zonës. Nisja e punimeve u inspektua nga kryebashkiaku Kreshnik Hajdari, i cili ndoqi nga afër ecurinë e projektit në terren. Rikualifikimi përfshin rrugët Brisje, Dajko Ismail Qemali, Sul Beka dhe Mahfuz Laze, të cilat do të rehabilitohen për të ofruar banorëve kushte më të mira qarkullimi dhe një infrastrukturë sipas standardeve. Punimet parashikojnë ndërhyrjen në trupin e rrugëve, sistemimin e tyre dhe përmirësimin e kushteve të lëvizjes si për automjetet ashtu edhe për këmbësorët. Banorët e kësaj lagje pritet të përfitojnë nga një infrastrukturë më funksionale dhe më e sigurt, ndërsa investimi do të ndikojë edhe në përmirësimin e pamjes urbane të zonës. Ky është një tjetër projekt që po zbatohet nga Bashkia Kuçov në kuadër të investimeve me fondet e veta, me synimin për të vijuar transformimin e lagjeve të qytetit dhe njësive administrative. Puna në terren pritet të vazhdojë edhe me projekte të tjera infrastrukturore, duke i dhënë përparësi zonave që kanë më shumë nevojë për ndërhyrje.